Edhe shkenca thot, po edhe feja thot, kur të keni një problem, një shqetësim financiar, ose jeni hidhruar me dikë, ju ka lënduar dikush, ju ngushtohet jeta, stakfirullah, Zoti mos e boft smurët dikush ran nga antarët e familjes, se vdes një më i dashur, jemi ndinjo, jemi me shpirt, kreqën gjëra që mund ndodhin. Me thonë, farë të bësh? Mbas krejt asaj që do kalosh, ka dy lagje që unë vazhdimisht i përmendi dhe i nxjerrin nga Kurani. E para, fesebbih bihamdi rabbike wa kun minas sajidin, fillo shtoje zikri shtoje, të përmendur të Allahu, edhe kur mos e le namazin, asnjëherë. Shtoje bile namazin e natës krejt. Domethënë, lidhjen me Allahun në mënyrë që ti e duke i thënë Allahut, o Zot, unë e pash se në këtë dynjë askush nuk mund të më mbrojë dhe të më qetësoj zemrën time. U mundova me filma, me muzikë, me alkool, me krejt, s'ka çare. O Zot, jam para teje, rregullon. Drejtom o Zot. Është një, e dita është udhëtimi. Dil udhëton. Kjo është shumë bukur. Wa kul siru fil ardi fanduru kayfa kana akibatu alladhina min qablikum. Allahu thotë edhe në Kur'an, dilni dhe udhtoni në përbot dhe shihni, ama dalësh për tërqev, dalësh për në kuptimin e asaj që të marrësh mësim se si u shkatruan popujt e mëparshëm, si ka ndryshuar bota, si janë civilizimi atyre, si ato kanë një boshllok të madh moral dhe shpirtëror, pse nuk janë të kënaqur evropianët, kështu me radhë, që ti ta falendrojsh Allahun që të ka bërë musliman, elhamdulillah. Ato vërtet kishin trenin më të shpejt dhe avionin Airbusin më të mirë, por ne kemi dua, ne kemi zikri, ne kemi Allahun, ne kemi namazin, i cili te i kalon shpejtësinë e dritës e cila është 300.000 km në sekondë, kështu me radhë.